A është e vërtet që Skënderbeu ka lidhje me lekën e madh? Po. Po nga ku si qysh tek? Nuk është vërtetuar akoma në 100%, po gati 70% është e vërtet. Po si nga çfarë? Lidhje gjaku nga tribalët. Tribalët? Për arsye se nëne Skënderbeut ka qenë nga fisi i paun i tribalëve. Llogaritet që nëna ose babai i Filipit të dytë të jetë nga tribalët. Në cilin vend? Bie në zonën e Maqedonisë së Sotme. Në Maqedoni ku kanë jetuar paunët, se tribalët kanë qenë fis paun. Tani nuk është vërtetuar akoma 100%, po gati 70%. Sepse shumë përmendet që Skënderbeu ka lidhje me Aleksandrin e Madh. Skënderbeu ka lidhje me Aleksandrin e Madh për arsye se atëre dera në kohën e Skënderbeut ka qenë që për shembull një burr dhe një grua nuk martoheshin në range të ndryshme, martoheshin në të njëjtin rang. Në të njëjtin rang dhe ka marrë nga tribalët. Një vojsava tribale. Që sërbët thonë që është sërbe. Ajo nuk është sërbe, është ortodokse nga paunia dhe nga fisi tribalve. Vojsava tribale. Për këtë ka rezultuar, e kemi gjetur dokumentin në Vatikan dhe kam zgjedhur dokumentin që nëna e Skënderbeut quhet vojsava tribale. Nga fisi paon i tribalve. Do me thënë, nga ai fis ka rrjedhje gjaku edhe leka i madh. Interesante. Jo, shumë interesant. Dokument për Alejandro Castriota. Alejandro, princi i Spanjës. Që ka pas një lidhje fisnore gjaku me Skënderbeun. Se Donika Castrioti dhe Alejandro Castriota janë varrosur në Valencia të Spanjës. Alejandro Castriota është gjaku real i Skënderbeut. Gjaku? Para e di se qa lidhje ka pasur, po diku mos të gënjej kot nuk e di se qa lidhje, se dokumentin e sakt nuk e kam gjetur. Por ai deklaron që është pasardhës që ka marrë mbretërinë që ka qenë princi i Spanjës. Ai ka deklaruar që është pasardhës i Skënderbeut dhe i lekës së madh. Dhe ka marrë mbretërinë e Spanjës dhe është bërë princi i Spanjës, Alejandro Skënderbeu. Me gjithë Donika Castriotin janë të varrosur në Valencia, në katedralen e Valencias. Të dy bashk? Të dy bashk.